Benita është nga emrat më të komentuar brenda shtëpisë, por ajo që ka tërhequr më shumë vëmendjen është jeta e saj private. Benita është shprehur se partneri i saj, Endri, ka qenë pranë saj kur ajo nuk ishte e njohur dhe nuk ishte bërë asnjë ndërhyrje estetike. Ato kishin bashkë 5 vite, por pas vendimit të saj për të futur në Big Brother, lidhja e tyre u kris dhe Endri nuk ishte dakord me këtë vendim. Endri dikur është marrë me muzikë, por më pas është fokusuar te bizneset e familjes së tij. Vetë Benita ka deklaruar brenda shtëpisë se Endri ka një koleksion me makinat më të shtrenjta, duke treguar dhe për standardin e partnerit të saj. Por, pas takimit që pati çifti, u la e hapur mundësia e ribashkimit kur Benita të dilte nga ky format, por duket se lidhja e tyre pati një kthes të papritur nga ana e Benitës, që ka tronditur shumë edhe Endrin. Teksa Endri po e pret jashtë, Benita brenda shtëpisë u shpreh se ka një pëlqim për Klodin, duke shkatruar emocionalisht Endrin, i cili u shokua kur dëgjoi deklaratën e saj. I dashuri i Benitës u ndjej i tradhtuar plotësisht. Ai më herët kishte thënë se gjatë kohës që Benita ishte brenda shtëpisë, ai ishte takuar shpesh me mamin e saj për ta siguruar për ndjenjën e pastër që ka për të bijën. Por pasi Benita shprehu publikisht pëlqimin e saj për Klodin, Endri i dha familjes së Benitës lajmin e keq, që ai do të ndërpresë çdo marrëdhënie me vajzën e tyre. "Unë jam tip që fal", është shprehur ai, por nuk lejoj askënd të më prek në nder, dinjitet dhe në ndjenja.